I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. I would like to make a deal, the easy way. But if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Kërcënimi i Donald Trump për të marrë kontrollin e Grönlandës në mënyrë ose në një tjetër, ka tronditur Danimarkën dhe ka vënë Evropën në kërkim të mënyrave për ta ndaluar. Pas sulmit ushtarak të SBA-s në Venezuelë, ambicia e Trump për Grönlandën nuk shihet më si bluff, por si një qëllim serioz i nxitur nga ideologjia ose etja për minerale kritike. Kjo situatë ekspozon dilemën e Evropës për shkak të varësisë ushtarake nga SBA. A duhet ta përballojnë apo ta qetësojnë Donald Trumpin veprimet e të cilit pasqyrojnë pushtimin rus të Ukrainës? Udhëheqësit e 6 fuqive evropiane lëshuan një deklaratë të përbashkët duke riafirmuar mbështetjen për sovranitetin danez dhe duke paralajmëruar Trump të mos ndërhyjë. Në Washington, Danimarka kërkoi depërshkallëzimin me premtime sigurie, duke theksuar se Grönlanda nuk është në shitje. Analistët nga ana tjetër vënë në dyshim justifikimin e Donald Trump për kërcënime kundër një aleati të NATO-s, gjoja për mbrojtje nga rusët ose Kina. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar nëpërmjet Keir Starmer shpreson të ndërmjetësojë një modus vivendi. Kjo në marrëveshje me Washingtonin, duke adresuar shqetësimet amerikane të sigurisë për Arktikun në traktatet ekzistuese dhe duke qetësuar frikën daneze për pronësinë. Sekretari i jashtëm Jet Koper ka bërë thirrje për NATO-n të forcojë punën në Arktik dhe të mbrojë interesat euroatlantike, duke njohur shqetësimet e Trump për ndryshimet klimatike dhe kërcënimin rus, por jo për zgjidhjen e tij të pushtimit. Megjithatë, me Donald Trumpin që duket i gatshëm të rrezikojë NATO-n për kontrollin e Grönlandës, opsionet e Evropës janë të mbushura me rrezik. Robert Habeck, ish-zëvendës kancelari gjerman, sugjeroi që Evropa të ushtrojë politikën e saj të fuqisë duke i ofruar Grönlandës kthimin në Bashkimin Evropian dhe një paketë masive investimesh. Fabian Zuleg, nga Qendra Evropiane e Politikave, argumentoi se Evropa e Bashkuar mund t'i tregojë Trumpit se shtrëngimi ka një kosto duke përdorur levat e tregtisë dhe partneriteteve industriale. Por në të gjitha rastet, Donald Trump do ta marrë Grönlandën. Ndaj Evropa më kotlodhet se nuk ka fuqi të përballet me Trumpin duke patur Putinin pas shpine. Pra me pak fjalë, Grönlanda quhet e humbur për Evropën, pasi ajo tashmë po zaptohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.